diferencë midis të majtës edhe unë nuk besoj që Flor Binaj fiton. Pra të jemi sinqert. Sepse e them unë këtë gjë. Nuk besoj sepse shikoj makinerinë që kanë përballë. Makineria e PS-s është gjitha në punë. PD-ja është një makinë aty e vjetër që ka marrë një Schumacher e ka hipur në një ZIS. Po nuk ecën zisje vëlla. O ky djali duhet të ecë me makinën e vet, me makinë elektrike, asaj makinën nuk duhet të hipi. Sepse është një makinë e fikur aty tash, nuk të çon asgjë kundi, nuk e kap dot finishin. Dhe aktualisht këta të cilët tash, këta elementet, duan që Flor Binaj të dështoj, se në të kundër Flor Binaj me rezultat të mirë, të mundshëm, një rezultat i cili mund të jetë me diferencë të ngushtë, me Olgeta Marceliun, Flor Binaj për mua bëhet numri 2 pas Sali Berishës ose bëhet alternativa e re opozitare pas Sali Berishës, sepse Shabani me Lapajn u dogjën përfundimisht si figura. Lul Basha nuk diet ku është. Enkeleta Alibeaj nuk ngjall vëlla, nuk është figurë politike, mund të jetë jurist i Zotit, por nuk të ngjall emocion, nuk është lider politik. Tjetër, Agron Shejaj është i vetmi që po përpolitet për të qenë lider politik. Dalja e këtij djalit mund të shihet si një alternativë e mundshme edhe për të zgjuar Sali Berishën brenda PD-s, por edhe për të rivalizuar Sali Berishën në kampin e PD-s. Pra, këto grupime njerëzish, një projekt politik po thua. Rezultati do ta tregojë këtë gjë. Prandaj unë them që shumë emra aty brenda të rinj që presin largimin e Sali Berishës do bëjnë çmosje ata sabotojnë. Ore, ata sabotojnë njëri tjetrin. Belind Këlliçi saboton dhe u sabotua, të tjerët sabotuan Sali Berishën dhe u sabotuan, pra është në një qorë sokak Partia Demokratike që askush nuk i zë bes askujt. Është një si ta them, një luftë napolitane ku grupet mafioze për të zgjeruar territor dhe pushtet dhe para, vrasin njëri tjetrin sepse nuk vrasin dot kundërshtarin. Kjo është betejë politike që ka PD-ja sot. Unë jam dakord me idenë që është makinë e vjetër, po makinë e vjetër jo për shkak modelit, për shkak të pjesëve. Sepse makina mund të jetë dhe Ferrari, po nëse i ka gomat e konsumuara dhe pa lule rrezikon të bësh aksident. PD-ja nuk ka. Nëse ka, ja ta them unë. Unë mendoj që makina është në rregull, po janë disa pjesë që duhen ndruar në mënyrë që makina të funksionojë të ishte edhe kjo një makineri eficiente përballë makinerisë së Partisë Socialiste. Cila është makina? Kemi rastin e drejtuesit të qarqeve. Për shembull një tregus. S'mbajti përgjegjësi askush nga drejtuesit e 12 qarqeve, madje u rikonfigurua në pozicionet e tyre. Një rast për shembull zoti Gazmend Bardhi, i cili mori rezultatin më të ulët në qarkun e Fierit dhe prapë domethënë mbajti pozicionin e tij si kryetar grupi parlamentar. Kush duhet e kërkonte zotit Bardhi? Një sekond, vetë zoti Berisha, po do ta bëj raportin. Lidhen fund se cili është, pra domethënë realisht përgjegjësi. Kemi rastin e zotit Flamur Noka, i cili ishte edhe drejtues i madhor i fushatës në gjithë Shqipërinë, por kryesisht me aktivitetin në qarkun e Tiranës. Me zor morën një deputet plus nga lista e hapur. Dhe gara përfundoi nëpërmjet 2 deputetëve të cilët kanë legitimitetin më të madh votave, që është Zoja Tabaku dhe zoti Lir Ali Mehmeti. Dhe unë mendoj që është një perversitet konstitucional që të përthyet në këtë lloj forme mandati i zgjedhësve në raport me të zgjedhurin, sa të ngeli jashtë zoti Lir Ali Mehmeti dhe vazhdon të jetë deputete për shembull Edi Paloka apo zonja Albana Vokshi, e cila mban 7 funksione. Tash në moment që ti e di që një ekip të eci, duhet që secili nga lojtarët e ekipit për pozicionin që mban, të jetë eficient dhe të ketë rendiment, kjo nuk ka të bëjë më me regjimin, ka të bëjë me përgatitjen tënde më. Vërtetoj si unë kem provim Redi, mos përgatiten fare, të afuz gjumit, mundësisht pjedh i shish alkool, e të nesër kur shkojmë provim të jem dhe ngover dhe i pa përgatitur dhe them, profesori ma bën gjithmonë me ile, unë gjithmonë ngel. Kjo është PD-ja sot. Por Florian Binaj nisur nga ajo që nisi dhe merit të artikulonte, përfaqëson një projekt politik. Unë mendoj që Florian Binaj vjen pikërisht me këto pjesë të reja. Është kandidat i partisë më të madhe opozitare. Florian Binaj ka aktivitet publik, po nuk ka frym politike. Pikërisht pra këtë po them. Nuk si frym politike. Pse? Përfaqëson asgjë politikisht. Frym politike për shembull ka krijuar Alin Çorri. Shoqëri civile, po. Në lidhje me perspektivat e të majtës neomarksiste. Po, ai po. Sepse ka tezat, e njeh mirë dhe ka dhe aktet. Zoti Binaj, jam dakord, është një njeri i shqetësuar në lidhje me problemet që ka jeta publike dhe jeta private. Me emisione vetë Prajat ka bërë goxha betejë, sidomos në evidentimin e perversëve, të pedofilëve, të njerëzve të korruptuar, të biznesmenëve, që është një lloj angazhimi. Patjetër. Po të korrupsionit dhe ka meritat e veta që janë të jashtëzakonshme. Por në raport me frymën politike, ne shikoj të vështirë që zoti Binaj të jetë i aftë krijoj frymë politike. Fryma politike krijohet kur ti ke teza politike.
për shembull, rasti Theçerit, e vuri pikën tek tregu dhe tek funksionimi i sipërmarrësve dhe mendonte që dështimi i sipërmarrësve ishte për shkak të menaxherëve. Por ne nuk e kemi dëgjuar pse paragjykojmë Marsit. Ai nuk ka teza politike, nuk ka një tezë politike. Që ka arritur të artikulojë. Se kemi dëgjuar, po prit të llogarë se po paragjykojnë. Por unë dakord jam, diu do flisëm për këtë gjë. Nëse Flor Binaj do dilte ngar, do artikulonte teza jo të duhura, të cilat nuk ishin koherente me realitetin politik Shqipëri, dhe ai ta gjykoni me ato çfarë do fliste. Po s'po flet. Sot Flor Binaj vetëm si një personazh apolitik që mos flasë. Po ore do flasi sonte në një emision politik. Ai do flasi, do të artikulojë teza. Ne dëgjojmë sot. Ne bëjmë gabim që paragjykojmë të ri e mundshëm për të potencial. Jo, megjithatë unë doja ta shifja, jam dakord me optikën që bëri, pra optika që bëri Almeri, por nuk jam dakord me përmbajtjen. Jo, analizë po bëj pra. Si e konsideron dy kandidaturat që ne kemi. Vendimin e PD-s për zgjedhur një kandidaturë jo politike. Është thjesht. Ka qenë kushtozuar PD-ja. Thjesht ta thash edhe një herë. Zoti Sheaj na zbardhi mungesën e plot të transparencës. Duke thënë, ndoshta dhe Sheaj kishte në një farë mënyrë le të themi interesat e tij politik, e çoi procesin aty ku donte, sepse arriti të merrte ato që ai e ai arriti fitoren, ju imponuan PD-s. Kishte kërku Sheaj që po Sheaj na bëri qartë që nuk kishte ndjeni fare për emrin e Flor Binaj. Emri Flor Binaj është imponuar nga Berisha dhe Partia Demokratike aleatëve. Jo, për zgjedhje, qëndrimi PD-s. Ora është vendim personal do mbështesim një kandidaturë. Edhe një herë të lutem. Ura dakord për parimin. Kandidatura në raport me parimin ishte kjo e zotit Ermal Asimja. Okej, tha doktori u duk aty, ne jemi dakord për parimin, por të shohim për kandidatin. Kandidatin, po. Kandidati është zbuluar të shtunën në darkë, është vetë zbuluar, që besoj me orientimin e Partisë Demokratike. Ka lërë ta çojë deri në fund se nuk ka shumë rëndësi kjo, po ju me që po e mëshori për mua s'ka rëndësi në fund PD-ja mirë bëri që e zgjodhi Flor Binaj, në rregull është, por mos të themi që ai ishte një produkt i aleat. Ermal Asimja që ti përmendën nuk ka qenë propozuar asnjë nga forcat që kanë qenë në bisedime. Jo. Kush e ka propozuar? Ralt Kapri. Mundësia në takimin, po. Nuk e pranojnë ata. Po. E pranoi Sheaj në intervistë para 2 ditësh. Dje me kësaj të emisionit. E tha që po, tani se ka mbaruam këto gjëra tha. U prem në BES, ne kishim këtë, ata bën këtë. Pra kjo s'ka shumë rëndësi. Tash edhe me 2 mandate, ti prevalosh një parti me 50 mandate. Në rregull jam me ty. Marsit, un po dalte tema pra. Këtë kandidaturë e ka propozuar Sali Berisha dhe enturazhi i tij nuk po hyj kush. Si e vlerëson këtë lëvizje të Berishës? Më lë ta beson këtë gjë që e bëri Berisha se bëna bëri fakt të kryer. Ku bazohesh ti? Një sekond tani se nuk ishte Flori mund të dilte para një jave. Doli atë ditë që Ermali bëri i tha Berishës. Flori ka dalë 12 të darkës. Po pra, 12 të darkës. Flori ka dalë 12 të darkës, ndërkohë Ermal Asimja në orën 8:10 minuta mos gaboj të darkës prap. I tha Berisha, zoti Berisha dua që të më kandidoni. Kaq ishte loja, edhe doktori si shahisti më i mirë që ka opozita, ne e kemi pranuar tani. Berisha do e vendosë. Patjetër, këtu s'kemi asgjë, pra unë s'po them gjë, po këta po më ngacmojnë me procesin. Tani fakti që ne kemi 2 kandidatura, të cilat janë rrezon tezën tënde këtu, të cilat janë kokë këmbë e kundërta e asaj çfarë është ndjekur me Bashkinë e Tiranës, që nga Edi Rama, që nga Lulzim Basha, që nga Erion Veliaj. Pra, kandidatura të forta politike me synim marrjen e partisë nesër. Kjo është e vërtetë. Të dy zonja Marceliu s'ka asnjë ambicie në këtë drejtim, edhe zoti Binaj s'ka ambicie në këtë drejtim dhe është vendosur nga Berisha. Do prodhoj rezultate për Binaj tani. Është vendosur nga Berisha pikërisht për këtë arsye. Po s'do të jetë para kusht që të synosh partinë në mënyrë që të bësh kryetar bashkie. Ajo është trampolina, kështu ka qenë. Tani, prandaj Berisha, vetëm Rama e arrit atë. Po edhe Basha, si Basha, po kryetar po s'u bë kryeministër. Mirë, dakor. Po mirë, tentativa kryetari i opozitës nga Bashkia. Mund të futesh fushën e lojës, punosh të bësh gol. Jo, është në Tiranë apo Denisi nuk është më Tirana. Nuk është më Tirana, nuk është siç është Parisi që prodhoi një president, siç është Firenze që prodhoi një kryeministër në Itali. Pra këtu jemi tek kjo lojë. Tani çfarë sjell kjo taktik e 2 shahisëve më të mëdhej prapë e them të klasës politike, që është Rama dhe Berisha që janë në sinkron ose në një lojë që vetëm ata të dy e luajnë. Kjo sjell për mendimin tim dhe keni për të parë, këtu e kam deklaratë publike këtë, që këto do jenë zgjedhjet me pjesëmarrje më të ulët
Ndonjëherë. Pare që po e thua. Të gjithë po bëni këtë lloj retorike për të ndikuar në opinionin që mos të dalë. Po jam dakord, ora nuk dalin. Shiko, një sekondë. Kreshnik Spaiu e tha i pari këtë gjë. Po ndjek tezën e Kreshnikut. Jo, një sekondë tani, se ajo është tezë logjike, se nuk do mend ajo. Tezë logjike sepse nuk të dalin vetë the, nuk të dalin militantët për figura jo politike. 100.000 vota ka PD-ja të vetat. Janë 300.000 që s'dalin hiç. Po mirë, më çfarë 300.000 deri tani nuk kanë dalë. Po sikur të dalin këto 300.000. Unë jam i bindur që Florian Binaj ka për të marrë më pak vota se Belim Kolliçi, për vetë fakti që është figurë politike. Kaq që thjesht është. Kaq që thjesht. Edhe aleatët që kanë vetur që në 2019 Erion Veliajti dori 28% për të votuar me 8 kandidat i vetëm. 28%, vetëm ASPS nuk doli. Po s'kishte garmo, edhe një herë po them. Pse se parashikonte që të majtë mos të dalin zgjedhje? Nuk ka garë në nëntor. Mes Ogerda Manasteliu dhe Florian Binaj nuk ka garë. Dhe njerëzit nuk kanë garë. Retorike saboton dhe sabotojnë në opinionin tim, njerëzit me këtë lloj ide, njerëzit nuk shkojnë votojnë të majtët pra, sepse quajnë të fituar. Po nuk mos shkojnë pse un kam hallë. Po jo, më kështu i bëj analizën zotëri. Bi analizën që kreti pra, bi premisën. Jo, analiza këto po them pra. Pra ti e bën fakt të kryer që të majtët votojnë dhe nuk dalën të djathtë më tani se gabim. Një sekond pra, të majtët do kishin dalë shumë në votimet në 9 nëntor, nëse përballë do ishte një kandidaturë shumë e fortë si Tazëm Jorida Tabaku. Pse? Se do mobilizoheshin. Tani ata s'kan të mobilizohen me logjik, më shpallë fitus. Ora u ka dalë një humorist, e kupton sa humoristi mund të ngrej pjesën e tjetër të qytetit votojnë. Humoristi do marrë më pak se Belin Kolliçi, këtu do jemi. U ka dalë përballë një humorist. Shumë pensionistë thonë, me këtë do merremi ne, kaq që banale është gara kësaj radhe. Prandaj po person pjesën të shëndosh të kësaj shoqërie qytetare. Fakti që merremi me profesionin është argument atomine, është argument. Jo, po jo më dakord, më po në fundi njerëzit gjykojnë, më ore, un Flor Binaj dhe një punëtor ndërtimi dhe s'ka se gjë keqe, nëse ka kapacitet krijoj. Jam kundër te. Punëtori ndërtimi duhet të shkojë ndërtim zotëri, jo të merret me politikë. Kush do të merret me politikë? Un jam nga ata e pranoj dhe hapur, jam një fan si Flor Binës për humorin, dhe prandaj thash, nuk do ta shohim nuk do ta dëgjojmë me rikosheti. Ti mund të jesh votues si ti i mundshëm. Por bashkohemi që ai zotëri nuk ka asnjë tezë politike. Tani ka që thjesht. Jam dakord deri më sot. Po pra ka një gjë, më fal, votoj kryeministrin apo menaxherin e qytetit. Po votoj modernistë. Po do të kthej vetëm një momente. Pse unë isha dakord edhe për ballë kandidaturë si Ermal Asimi. E vetë kandidaturë ishte i cili nga aspekti ose edhe Ermal Asimi ishte shumë më mirë se Florian Binaj. Ja këtu jemi dakord. Nga aspekti perspektivës politike madje mund të ishte njëri më i artikuluar në kuptimin e njohurive që kam shkencët politike është kjo. Politika në fund të ditës zotërinj është real politik, është raport forcash. Është profesion. Një parti e cila ka 2 mandate deputetësh nuk mund të imponohet një parti e cila ka 50 mandate. Jo në rregull dakord. Zotja Gronshejaj, përveç se zgjodhi parimin, se këtu tash është loja politike që do me një lëvizje të fitosh gjithë lojën. Nuk e bën dot atë. Ka pështegun e minjve, edhe të shkosh te thesari. Jo. Ai deshte që të përcaktonte dhe parimin, që do të jetë kandidat. Jo politikë dhe kandidatin. Po mbi premisa? Dakor, pra. Mbi premisat që un kam vërtetën time. Të shehu të rrojë, pavarësisht se na pren në besë, ne do ta pranojmë kandidatin. Po pasi u pranua parimi pra. Ky është dielli politik. Po, rregullisht treguar korrekt. Po pra, faktë ka një diell. Po pra, s'ka asnjë diell, kjo është diferenca. Po si duhet dielli PS-s më bëri dhe. Ka shumë vota PS-ja. Se ka njëri që mendon për gjithë dhe vepron për gjithë, dakor. Ata thjesht shkrepin armën për shefin. Tani, për dal tek diferenca. Dhe pse unë mendoj që do jetë ose rezultati i ngushtë ose zoti Florian Binaj fiton. Vetëm për një arsye, sepse do shikoj që ose këtu ka një ingranazh procedural, siç ishte rasti për shembull 2021-shit, në cilin në atë kohë Partia Demokratike Udhëhequr nga zoti Basha humbi për shkak të moslemimit të koalicioneve parazgjedhore. Jemi dakord? Qoftë do ishin koalicionet parazgjedhore, makineria e fuqishme që thua ti dhe me inxhinierinë më të madhe dhe me këto teza të mëdha brillante, sot nuk do ishte në pushtet. Patjetër. Po pra? Ky është faji PD-s? Jo, kjo. Që la mandatet më. Kjo është përdorimi i nuklave kushtetues edhe me aprovimin e ndërkombëtarëve. Për arsye që po ishte PD-ja, po ishte PD-ja thithëshin për pjesën ndërkombëtare, nuk ndryshonin rregullat. Po ishte PD në parlament. Po sepse ka pasur si edhe refraktare që në momentin se si u edhe një herë kjo ka ndodhur vetëm lënia e parlamentit, kaq e thjesht. Mos kishte lënë parlamentin mbaronte e punë. Mos kishte lënë bashkitë pra mbaronte. Denis, më dëgjoj, unë nuk dua të jem nga ata të cilët thurin perdën e bukur që të mbuloj situatën e vërtetë që është Partia Socialiste, është parti e fuqishme me struktura të fuqishme. Jo, Partia Socialiste është parti e cila përdor çdo mekanizëm për të fituar. Dhe mekanizmi i fortë që ka është mënyra se si i bën projekt ligjet, si i miraton dhe në interes kujt këto projekt ligje. Që nga mënyra si bëhet procesi zgjedhor, që nga mënyra si bëhet lobimi dhe zgjedhor, apo me PD-n.
Ç'a po thua tani? Apo mos bëj një rast të përveçëm për gjithmonë është bërë me PD-n kodicitor. Mos e jemi vetëm atëherë që doli nga parlamenti. Më fal, në 2021 mos e jemi koalicioneve parazgjedhore u bë me miratinë e PD-s. Jo. Atëherë? Po pse po ai shfrytëzoi një gabim trashonik PD-s. Mos vemi me të shkuarën, të vim të sot. Unë mora thjesht si analizë si precedent historik. Analiza sot është kjo që rreth parë nuk ka se si sado e fuqishme të jetë një strukturë kur ty kryetari i cili ka qeverisur qytetin për gati 12 vite, 3 mandate, akuzohet për korrupsion dhe që bashkëshorët e tij blen të rroba të brendshme 800.000 euro. Një që gjithë drejtorët e tij, pa gjithë struktura kryesore e drejtimit, vjen nga buxheti i bashkisë 10-15 milionë euro dhe i përvetson dhe i ka llogari personale. Kur krijonin senator të cilët nuk ekzistojnë dhe sot kësaj dite si do fitojmë? Thuajti, nëse ti mua më ke zgjidhur për 12 vite rresh një ajdut, sado inteligjent dhe i aftë orator ti është ti si do mbindesh te mua, që të marr një ajdut prapë vitin e 14. Sa mandate mori PS-ja në 11 maj më zotëri? Mori PS-ja 19 apo PD-ja 19? Sa mandate mori PS-ja? Këtë retorikë ishte edhe 11 maj. U testua pra kjo? Jo, unë kam thënë publikisht që listat të cilat dorëzoi Sali Berisha nuk kishin shanse, e kam thënë kjo është do t'jap Masidi. Masidi po thotë që Florian Binaj do ta ndryshojë historinë për shkak se kjo është thelbi. Po, si politikan? Po, është një model si Pepe Grillo në Itali. Ky është model tu do ta komentojmë. Ky është modeli i ri që po prezanton Berisha. Pa kjo si thush asin në mend. Që kishte. Për herë parë Denisi po del nga formati vet analitik dhe më shumë po bëhet propagandistik në të gjithë retorikën e vet që ka bërë në politike. Jo, për herë parë, unë kam më ka një. Më e kthej, se unë zua të jem propagandistik, unë bëj analizë realiste. I merr duke nga perspektiva e tashmes, e të kalurës dhe tashmes, Denisi e quan fakt të kryer që Partia Socialiste është e pamundshme këtë vend. Ka të drejtë. Me votat e tregojnë molla se unë ç'a bën? E pasfidueshme. Ka të drejtë pra deri këtu ka të drejtë. Por ç'a bën? Nuk i lë shteg mundësisë për të garuar një figurë e re me PS-n. Nuk i lë shteg mundësisë që qytetarët të cilët nuk angazhohen të angazhohen. Nuk i lë shteg me idenë e vet që mund të rivalizohet Edi Rama edhe me figura të reja të cilët nuk janë provuar. Nuk i lë shteg ides që qytetarët të cilët janë të zemëruar nga të gjitha prapësitë që kanë ndodhur në këtë qytet mund të reagojnë me një kandidat të cilët mund të jetë i gjithë përfshirës, i gjithë pëlqyer. Pra Denisi këtë gjë bën, paragjykon palën tjetër dhe quan humbës. Edhe premisat që ngre qëndrojnë, por unë do të them edhe një gjë tjetër sot, që ta shtoj më shumë debatin edhe të jem fair dhe realist me gjithë situatën. Po, Partia Socialiste ka të gjitha avantazhet për të qenë fituese. Po, Partia Socialiste ka strukturë, Partia Socialiste ka individ, por neve duhet të marrim konsiderat edhe qytetarët të cilët mund të kenë 1001 arsye për të kontestuar qeverisjen aktuale që nuk gjejnë formën për ta kontestuar. Pra, kjo inxhinieri e votës deri në këtë momente kur kishin Sali Berishën përballë, mbase ishte gogoli i madh që i zemëronte ata dhe shkonin ata të zemëruarit që thoshin unë zgjedh keqen me të vogël. Këtë herë, ata të cilët e konceptojnë politikën si e keqja më e madhe, e keqja më e vogël, mund të rreshten dhe mund të vijnë në radhë dhe për të votuar Flor Binajin. Si të keqen më të vogël përballë të keqjes më të madhe që është konsumimi politik i qeverisjes. Këtë lloj opsioni Denisi duhet ta pranoj. Këtë lloj opsioni ne duhet ta lëmë të lirë. Ore, mund të humbasin Flor Binaj, edhe më shumë se Belindi. Këtë nuk e përjashtoj, por neve nuk duhet të pengojmë me logjikën tonë, me të arsyetimin ton që qytetarët mendojnë dhe ndryshe. Ora të ulemi për kafe ne dhe të ulemi, të vëmë kapuçin dhe të lëmë të dëgjojmë qytetarët çfarë thonë. Janë të mërzitur absolutisht, janë të shqetësuar. Ka 1000 arsye që mund të refuzojnë regjimin. Ore, pse themi ne që sfiton Rama, sfiton PD? Se ka Berishën pra. Po tani që Berisha nuk është lojë, është një ri, pse themi ne mos sfitoj? Pra nuk ka më Berish, nuk ka më gol. Kush e pengon qytetarët? Sepse thot Denisi për shkak se do punojnë kundër ato struktura politike. Ore ta thash unë, unë ta thash. Xhelozët e vegjël brenda PD-s mund ta bëjnë, por ne nuk mendojmë, nuk perceptojmë dot votën qytetare. Denis, do t'jap një shembull. Tiranën votoi diaspora. Nuk s'ka lidhje me diaspora, është vot lokale, nuk ka lidhje. Denis, do t'jap brenda kandidati diasporës, pa ishte ishte me pasaportë huaj. Kështu që ai tani Denis, unë do t'jap kur është gjumi politik dhe kur është angazhimi politik brenda kampit të PD-s. Marrim rezultatin e 2011-s të Tiranës brenda të qarku Tiranë. Qarku Tiranë ka rezultat më të mirë se Tirana qytet. Pra, 2011-ën. Tani në 2011. PD-ja ka fituar në Kavaj dhe mund të fitonte edhe më thellë. Pa ideali Kavaj se shtreguar i zgjuar ai ideali atje, që e ka lënë rezultatin aty që edhe Rama të kishte një lloj fytyre përballë Ramës. Mund të më thellë ai. Që tregojmë që e reja të mund. E dyta, Kamza.
ka pas 3 individ punëtor të cilët kanë punuar fort në Kamës dhe kanë marrë rezultat më të mirë të mundshëm se 2021. Defekti i ku ishte i PD-s? Ishte brenda në Tiranë, për në qytet, sepse ato allëzhverishet e njerëzve të kapur nga pushteti që ekzistojnë brenda PD-s e lëshuan territorin, nuk kishte PD-ja seli, nuk kishte zyra elektorale në zgjedhje. Ç'a bë këtu u pa qartë që njerëz që bënin palestër dhe nuk bënin fushat, e lanë garën dhe PS-ja mori këtë rezultat. Por unë besoj që edhe 2021, por t'jap dhe eksperiencën e Qarkut Fier. Unë kam qenë i përfshirë, i angazhuar me ekipin e Qarkut Fier në 2021, kemi marrë 6 mandate me duar në xhep, në sensin me zero mbështetje ekonomike. Pra ne kemi dalur dhe kemi motivuar qytetarët që ndryshimi që duhet besoni që ndryshimi vjen. PD-ja mori 6 mandate, këtë herë mori 4 mandate, 12 PS, rekord historik. Pra ku duhet kuptojmë gjë tani se ky popull e do ndryshimin. Por çfarë i theshim ne? Or kë do votoj unë Saliun, edhe ç'a bënte ai e çonte ke Rama. Atëherë, kë do votoj Teraj? Ramën? Jo zotri, do votoj Flor Binajn, se ka alternativë re. Po mendoj pra, në momentin që ti kjo masë është e madhe Denis. Ne do të themi është masë e madhe më. Njësia numër 7, më fal, njësia numër 5 është njësia që i dha Agron Shehajt rezultatin më të mirë në 2021. Pse? Bëri fushat qytetare zotri. Doli me Facebook, takon të njerëzit, punonte. Pra, kuptohet qartë që elektorati operatorin telefonik dhe gjithë ata bazën. Shumë mirë bërë, bravo i qoftë. Almen, nëse arrin Binaj, le ta arrijmë, bravo i qoftë. Denis, e kam idenë këtë gjë, që po punove në këtë vend, po bëre fushat të ndershme dhe të pasur qytetarët të votojnë. Vetë the që Binaj. Ora unë e di që maskarejt e vegjël PD-s do të sabotojnë, po ta them unë tani këtë gjë. Por jo, nuk jam me këta xhelit. Unë jam që këtu ka shpresë më Denis. Po që një lider, një njerëz, mos e quaj fakt të kryer. Që të fitoj Florian Binaj duhet që të ketë 110%, ke dëgjuar ato shpresë që thonë 110% se ka nxjerrën, po ja po e përdor unë. 110% mbështetjen e PD-s dhe Dita Ladve. Pra, mos mungoj asnjë votë tyre. Po, dalë edhe Lulzim Basha të bëj fushat. Edhe Lulzim Basha 1. E dëmton Flor Binaj çdo. Nëse krah Flor Binaj del Redje ndihmon, nëse del çdo njeri. Ti kupton që Flor Binaj po doli lagje me Klevis Balliun e përzun me shkelma. Janë numra në fund